Që krimi organizuar, ato organizata kriminale të cilët kanë kohë që veprojnë edhe si organizata ekonomike. Pastaj veprojnë si organizata bamirëse në zonat ku ndodhen. Zotrojnë shumë vota, kanë shumë vota, nuk kanë pak. Kanë mira vota i kanë padyshim. I kanë. Janë vendimarrës. Këtu e s'ke që bënë, thuaj, sepse nuk duhet të ekzistonin këto si struktura. Janë vendimarrës, sepse ata janë gjatë 4 viteve që politikanët nuk shkojnë kur, ose shkojnë në rallë atje, në për zona, ata janë aty prezent dhe ndihmojnë edhe ata që kanë probleme, shpërndajnë dhurata për festa e tjera. Sepse gjithë të pasuria, ata mund të shtrojnë për të pasur edhe mbështetjen e publikut të tyre të zonës, ata e shpërndajnë një pjesë të pasurisë të tyre për këto raste, dhe ka shumë raste të tilla. Dhe kanë shumë vota, kanë vërtet shumë vota. Dhe janë kontaktuar edhe këto zgjedhje nga partitë politike. Qëndrimi i tyre gjatë zgjedhjeve ndodh shpesh që orienton edhe kush do fitojë zgjedhjet nga partitë e mëdha. Kur ata kalojnë për shembull me opozitën, shumë ndihet era e ndryshimit. Mendohet që po ndryshon diçka. Kanë ata nuk kanë informacion që ka kaluar masivisht nga opozita. Ata janë duke mbajtur pozicionet që kanë pasur, kryesisht në majorancë. Pozicionet që kanë pasur, po dhe vëzhgojnë njëkohësisht. Edhe vëzhgojnë, po janë kryesisht në majorancën. Nuk është se janë hedhur, nuk është se kanë kuptuar gjithë deri tani thua ti. Kërkesat i kanë bërë ata gjatë gjithë kohës, nuk i pranojnë. Kërkesa pas kanë bërë thotë. Pasur të mbështetje, duke pas të vota, ata sigurisht... Se ky po ti bën shaka tani kanë bërë kërkesa në krahun e doktorit? Jo, pse? A kanë bërë ndonjëherë a kanë bërë ndonjëherë shaka, po kanë bërë më kërkesa. Kërkesa e partit nuk bën ata. Doktori bërë kërkesa, jo. Si ka pranuar këto kërkesa doktorit po normale, nuk i ka pranuar. Po i kanë bërë kërkesa tani. Këto janë nga ato që dalin nga vetë ata. Doktori nuk që nga mirë pëse. Nuk i ka pranuar. Kanë drejtimin e dur. Ajo është të thjesht, këto janë... A janë fjalë të shpërndara në... Nuk di qëto të klodlada për këtë punë, po që të mos bërë doktori këtë dhuratë, Këtë të paktën atë që tha, një kërkesë për ta ndruar qarkun e Durrësit në anën e doktorit është bërë sistematikisht edhe nuk ka pranuar. Zotëri Rakipi, mendoj që panjora më e madhe këtyre zgjedhjeve për mendimin tim do të jetë prokuria e posaçme SPAK, se si do të ndërhyjë në hetimin e krimit zgjedhor, drejtuesi i saj na ka njoftuar që do të ketë ka një strategji se si do ta hetoj këtë krim zgjedhor në zgjedhjet e 2025-s, dhe unë mendoj që është marrë seriozisht, janë ngritur disa grupe hetimore, por sigurisht që krimi organizuar bën punën e tij, por kam përshtypjen që këtë radhë do të bëjë më shumë punën e saj prokuria e posaçme, dhe unë mendoj që po krimi organizuar, mendoj njësoj si Antoni që ka disa mira vota dhe këtë gjë në zonat të caktuara, dhe këtë gjë na kërkoi dosja e Jurgis Qyrbjes ku Altin Hari komunikonte me të dhe thoshe që ne do të sigurojmë 3 deri në 4.000 vota në zonën e Shijakut, por duhet thënë diçka që Altin Hari apo banda e Durrësit apo edhe banda të tjera në qytete të ndryshme ku është ndarë ngushtë rezultati në zgjedhjet e vitit 2021 janë goditur nga prokuria e posaçme, dhe kam përshtypjen që një pjesë e tyre nuk janë në terren në 100% të forcave të tyre, pasi pjesa më e madhe e këtyre organizatave është në kërkim. Tani, të thuash që në këtë moment, me qënë se SPAK-u ka goditur disa grupe kriminale, ka shpallur disa masa arresti dhe këta personazhet kryesor themi të krimit organizuar që i njohim ne nga ekrani, po flenë tani se kanë frikë SPAK-u, është nëse si të thuash që me qënë se për korupcion janë goditur disa zyrtarë të lartë, atëherë në shtet ka ndalu korupcioni dhe nuk bëhet më dhe administrata është duke punu në ndershmërisht. Do të shpëtuam. Kështu që ky është momenti që grupet kriminale prapë nxjerrin kokën dhe është tregu i votës që impenjon ata të dalin dhe të tregojnë se sa të vlefshëm janë për njërin apo tjetrën palë. Sigurisht që duke perceptuar që pala që është në pushtet do vazhdoj qeverisën dhe për 4 vite tjera për do të fitoj zgjedhjet, janë mund të interesuar të investuar të pjesa e qeverisjes. Pastaj ndoshta për inatet vjetra, apo për premtimet pambajtura nga aktor politik qeverisjes, këta mund të shkojnë të opozita, është një gjë që duhet parë. Ajo që është për të kuptuar në tillë raste është që nëse ti do të duash që të mendosh se nga lista e hapur, themi e deputetëve të Durrësit, cili prej tyre
do arrit marrë numrin e duhur të votave për të fituar, duhet shkosh te këto grupet kriminale dhe të pyesësh për kë po investoni. Nëse do të dish në Tiranë, se nga lista për 37 deputetësh e PS-s, cilët do të jenë 5 apo 6 ata që do marrin numrin e votave për të fituar mandat, do të shkosh prapë te këto grupe kriminale dhe për të pyetur për kë po loboni. Ku po e drejtoni votën? Cilat janë personazhet nga lista për 37 vetësh që do marrin mandat. Kështu që roli i tyre është shumë i rëndësishëm në këtë moment. Siç bën patronazhim, themi PS nëpër degët e tyre për votat për partinë, patronazhimi i tyre nuk besoj se është më për votat për partinë, po për votat për individin, për personazhet politik që janë në listën e deputetëve. Këtë do thoja se ndërprer që ky është problem shumë i madh. Ky është ndikim, ushtrim ndikimi pavarësisht nga kandidatët, është një ushtrim ndikimi 4 vjeçar në parlament. Ai që ka dalë deputet me këto vota, ai do u shërbej interesave të këtyre që i kanë bërë deputet. Sigurisht. Sepse pas 4 vjetë do shkoj prapë. Ka një kandidat për deputet, i ka shkuar kamarë dhe votat, tani ata kanë ndruar mbështetjet, mbështetjet dikë tjetër, dhe ai është kam ata shkojnë ke 700 vota nga unë, 500 vota dhe kesh nga unë, bëhet aritmetike gjë. Nëse spaku, nëse shteti, te cili grup do shkojnë në Durrës? Kam një pyetje unë. Ne mos merrem me Kantinari, tek banda e Durrësit, ku do shkojnë? Pra, nëse lejohet, nëse duhet sulmuar nga spaku, nga policia, nga prokuroria, grupet kriminale, duhen sulmuar të aktiviteti ekonomik dhe të ajo që quhet bamirësi sot, se duket shumë bukur. Tani në Ramazan, i këtë gjithë duke bërë iftar ata. Po kjo është një ndikim që ata e ushtrojnë në zonë, dhe pasi e ushtrojnë në zonë, e çojnë deri në parlament, dhe pasi e çojnë në parlament, e çojnë deri në qeveri. Dhe pas iftareve këta dalin pasaj në konferencë, e futin dhe në TikTok dhe thonë që luftë e madhe duhet bërë kundër korrupsionit. Bërtasin shumë fort. A thotë si ke votat nga partia, i ke votat nga unë, nga grupi im, nga njerëzit e mi, që kanë ndikuar për të marrë këto votat. Bërtasin fort. Edhe janë të ngrënë pas iftar. Sërasin bërtasin fort dhe për luftën kundër korrupsionit. Atëherë, zoti Rakipi, shikoj ndikimin e krimit të organizuar në disa drejtime. Së pari në aspektin financiar. Grupet kriminale janë tafta financiarisht, duke qenë se kanë para kesh pra që i kanë para të pista, mund t'i lëvizin lehtësisht për të blerë influencë. Është ajo që çfarë tha Antoni më herët që sigurisht bëjnë edhe rolin e bamirësit dhe pjesa tjetër ka të bëjë përmes friksimit. Mjafton të shikosh listat e kandidatëve për deputet për të kuptuar shumë qartë. Në listat kryesisht të mazhorancës se patjetër që pushteti duhet ketë shumë më tepër vëmendje të shtuar, kupton që për shembull në Durrës janë njerëz që nuk kanë asnjë eksperiencë, nuk kanë asnjë kontribut në Partinë Socialiste, përveç se kanë patur disa punëra dytësore të parëndësishme dhe që papritur janë kandidat për deputet. Dhe natyrshëm lind pyetja, përse? Sepse kanë një mbështetje, një background që vjen nga krimi organizuar. Pjesa e dytë ka të bëjë me çfarë kanë vërejtur po prapë te listat e mazhorancës. Për shembull, nëse ndalemi te Shkodra,